Do shta nuk duhet shohem veç zi. Jo, absolutisht, nuk është, po ne këtë që kemi arritër është në brishësinë e saj. Pra, qoftë aspekti sigurisë, qoftë aspekti kulturës, qoftë aspekti artit, qoftë shëndetësia, qoftë mirëqenia, qoftë konsolidimi i institucioneve e shënjë çfarë brishësia është. Pra, nëse marrim këtë e bëjmë në farë analogjie të zë me Kinën, se qytetarëve këtu i do këtë palet çka po flasin, po se shumë largë Kina. Jo, Kina është shumë largë, po sa ka zhvillim, po institucionin, dhe me thonë shteti nuk e përcakton vetëm zhvillimi sa ekonomik, është konsolidimi dhe brishësia institucionale. Ne kemi brishësi të madhe të institucionave, asgjë nuk funksionon. Ju shihni me një përmbytje me 3-4 ditë ose një javë rreshë dendrat shiut çka ndodh në Kosovë, edhe çfarë pasoja paguajnë qytetarët e saj. E shihni në raport urbanistik, e shihni në raport kulturor, e shihni këtë ngjarjen e fundit pra të përfaqësuesës Kosovës se ne ende kemi institucione të cilat i kemi trashëguar nga një sistem.